Pogradeci ka shënuar fitoren e 6 radhazi duke ndjekur hap pas hapi kryesuesin e tabelës së klasifikimit, ekipin e luftëtarit. Takimi së dielës mes Pogradecit dhe Shkumbinit ka përfunduar me rezultatin e thellë 4-0 në stadiumin Gjorgji Kyçyku. Pjesa e parë ka qenë vendimtare për pogradecarët, të cilët e mbyllën atë me 2 gola shënuar nga Pinto dhe Agastra përkatësisht në minutën e 22 dhe të 42. Edhe gjatë pjesës së dytë, Pogradeci ka avijuar breshërinë e aksioneve të njëpasnjëshme sulmuese në portën kundërshtare, duke u bërë kështu zotër të fushës. 2 golat e tjerë kanë bëritur në minutat e fundit të takimit, përkatësisht në minutën e 78 dhe të 87. Këj takimi përfundoi me rezultatin e thellë 4-0 për Pogradecin, duke e krijuar atij mundësi konkrete për të realizuar objektivin e vënë kohë përpara, kalimin në ligën e superiores. Sipas Gentian Stojkut, nëse duam të jemi brenda objektivit, nuk na lejohen hapa falsa apo gabime. Mendoj që ekipi ka arritje, por për këtë ndeshje dua të përgëzoj dhe ekipin e Shkumbinit për lojën dhe skuadrën që ka, ku edhe ata mund të kishin shënuar. Ajo që më kënaq më tepër është ekipi nga ndeshje në ndeshje, po tregon vlera për të kapur maksimale.